momentin e parë që jemi taku me aktorët e Shqipërisë, ka qenë një emocion mjaft i mirë, dhe diçka që duhet me cekë është që unë nuk e njihja paraprakisht aktorët, edhe e lam të takohemi për herë parë me u njoftu se çka dojmë me realizu, dhe momentin që hyshin një nga një, unë e kam pas atë ndjenjen që si kam njohë, si kam pa përpara, kam pas atë ndjenjen për shembull Amelia është njëra nga protagonistët në shfaqje, kur ka hy Katerina në vendin ku dishim për më taku, kam thënë, pa e di që është ajo, kam thënë, kjo kish me lujt shumë mirë Amelian, si kur kish aktoria. Megjithatë ajo ishte ajo. Ishte po. Secilin nga aktorët kam pas veçori të tyre, edhe mënyra se si kanë lëviz, kanë qenë një lloj se si kam imagjinu, se si kam shkruar në libër, edhe ka qenë kjo ishte pjesa ma që më kalon përshtypje